Nëse gjumi ju ndërpritet vazhdimisht në mes të natës, mund të vuani nga këto probleme. Ndoshta nuk i jepni shumë rëndësi, por në rastet se gjumi ju del vazhdimisht natën, situata juaj mund të bëhet serioze. Gjumi i pamjaftueshëm nuk është vetëm një problem që prek pjesën më të madhe të popullsisë. Deri në vitin 2013, mesatarisht 40% e njerëzve flenë më pak se koha e rekomanduar e gjumit të natës, në krahasim me 11% të popullatës në vitin 1942. Efektet anësore negative të gjumit të pamjaftueshme janë dokumentuar mirë, por siç rezulton nuk është vetëm kohëzgjatja e dremitjes që ndikon në shëndetin tuaj. Një studim i kohëve të fundit ka treguar një lidhje midis zgjimit gjatë mesit të natës dhe rritjes së rrezikut të zhvillimit të Alzheimerit. Universiteti i Illinoisit zhvilloi një studim për gjumin në 516 të rritur të moshës nga 71-78 vjeç. Studimi zbuloi se proteinat që lidhen me Alzheimerin, të njohura si biomarker, ishin më të larta të pjesëmarrësit që vuanin nga çrregullimet e frymëmarrjes gjatë gjumit, që çonin në ndërprerje të shpeshta të gjumit gjatë natës.